unë shpresoj që institucionet ta marrin vesh dhe t'u çojnë nga një mesazh zotrive sa herë ketë ndonjë problem personal në telefonin e tyre, me qëllim që t'informohen këto. Po jo më të ndjekun, po shikon si flasin këto, e shikon si flasin si ke kafe lagjës. Edhe pasaj thonë di apo s'di si ka kafja lagjës mojë. Nëse ka një njëri pa informuar jeti. Problemi është që unë kam buletinin, unë kam drejtori emergjencave dhe ma përgjithësi për gjitha këto që flet tu duhet i kështë po kur isha atje ti bëjë këto, edhe më tharapsh me nësot. Po, shteti nuk është se i që ka qenë atere. Ju keni përgjithësi, ne s'kemi një përgjithësi. Ne kemi përgjithësi, por mos harro. Ne sa kemi pas mundësi, kemi dhënë një kontribut. Dhe aq sa dim kemi dhënë. Mendjen time, o zotri, me mendjen time dhe të eksperteve, kemi hartuar ligjin e ri dhe kemi ngritur agjensinë kombëtare. Agjencia kombëtare nuk është mbështetur nga qeveria dhe nuk është dëgjuar nga qeveria që të hartoj planin e kombëtar të mbrojtjes civile dhe të minimizoj riskun. E din ti që vetëm Evropa investon nga 70 milion euro çdo vit për investimet në infrastrukturën kritike dhe unë po të them këtu me përgjegjësi penale, po deshe, merr edhe ti përsipër dhe të shkojmë bashkë në prokurori, asnjë vepër e ndërtuar nga kjo qeveri nuk i ka rezistuar motit. Të gjitha veprat janë shkatruar. Rruga Quks Qaflloq, rruga e Arbrit, janë shpërthyer gjitha sot, i ketë shpërthyer. Rruga për Nërsek, bypassi i Vlorës. E dindi, të gjitha këto, unaza e qytetit Burrelit, gjitha këto investime, me gjejmë një vepër të investuar me disa 10 milion euro, që sot nuk është e qarë. Sot ja ku e ke, mere, ka shpërthyer ujë në tunelin e Llogaras që ka kushtuar 180-200 milion euro, që mos merremi me shifra saktë.